Që besimtarët të pas shumë kujdes, që mos u mashtru bi siretit. Mos u mashtru bi siretit. O më thon fol një herë, fol. Tash me të fol me kushije. Sepse ka mundësi be pishman tan jetën. Se pastaj s'munët me armë paralel bukuria e saj me gjuhën e saj. Andaj dush me bërë paralel. Se ti a kemi jetu me bukurinë e saj o me gjuhën e saj. Ajo ku t'i bojë 40-50, fillon bukuria me u vishk, a gjuha jetë. Gjuha jetë. E ti pastaj tjetë tyje gjuha e saj, a vishkët bukuria e saj. Për këtë asyje shikohet të djetarë sa të mesim janë kanë. Ka thonë këshire njerë që shfol, a fol but, a fol me edep. Pastaj ka thonë këshira, e heq me ajo. Për këtë asyje që ka thonë, sa njeri ti e pëlqemi për jashtë, si të folet ka zënë sa nuksan, a është i përsosur. Për këtë asyje vëzëm, djetarët kanë thonë se njeriu është me të folurit. Që besimtarët të pas shumë kujdes, që mos